Seminis, unë e di që ju nuk shkoni askon duar thot, edhe e di që e tillë është edhe sot për ne. Na ke sjellë një libër e rëndësisë veçantë për ju, kështu që më prezanto tutem. Po, është e vërtet. Unë kam sjellë ju ma kujtove këta për ata buzëqesha. Këta kam marrë tradit me nanës tem, edhe nanave tona. Tana nanat e kam pas tradit, kur na kanë qut dikur mysafir, ose kemi shku bashkë me nanat mysafire me baballar ton, nuk na shku dur thot. Na si katonar, fshatar, me marrë diçka për produkteve të fshatit. Dhe pastaj, nëse s'ke, mi qu diçka dhe qoftë rrugës me blet diçka, mos me shku me dur thot. E mu kam e që shprej, kur shkej dikun mysafir, kam që mos me shku me dur thot, e sa një më i mirë më duket mua, që në mu ja ofroj një këtë qerve, jenë librat. Andaj edhe këto nuk era dur thot, i morë një 2 libra të si shpejt, njëra është koment e surës Sejdë, e që në fakt është një për 2 librave të fundit që kam promovu në fillim të Ramazanit, dërsa tjetra është besimi në kader. Kjo besimi në kader, respektive është në caktim, te kemi bërë ma moti, por tash e kam marrë me veti një kopje edhe këta, kader, edhe caktim e që nënkupton edhe takimi jonë se do kader. Dhe nata kader të kader. Unë me lejen tuaj bëj pranoj. Kader, po. Faleminderit shumë. Do t'i lexoj me shumë vëmendje edhe knatësi.